Mirëmëngjes të dashur miq, mirë se na erdhët në Vila 24. Mirëmëngjes Katerina. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes edhe ju të dashur Anvisa. Ju urojmë një ditë bukur dhe juftojmë tu tek ëndërri i gatimit bashkë me Anilën për treguar recetat që ne do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot Anil? Sot do të bëjmë një drek festive, sepse duhet të urojmë gjithashtu edhe të gjithë besimtarët musliman që po na ndjekin, gëzuar Kurban Bayramin. Po, gëzuar dhe nga ana ime, ndoshta është, si thua, momentin më i bukur për të uruar edhe besimtarët. Tjetër, dhe për të qëndruar pranë tryezave tona festive, për të bërë ato lutjet tuaja, për të uruar sa më shumë shëndet edhe begati në gjithçka që ju dëshironi në jetën tuaj, edhe natyrisht që janë këto ditët speciale e të veçanta që ndonjëherë na bëjnë që të jemi më reflektues dhe t'i kushtojmë rëndësi gjithçka që ne kemi në jetën tonë. Pse jo edhe ushqimit, të jemi mirënjohës për gjithçka që jeta na ka ofruar. Po, dhe e kemi thënë që një ndër ato momentet më të bukura që na bën të gjithëve bashkë është pikërisht edhe ajo pjata që kemi përpara, edhe zonjat e dinë shumë mirë që kanë filluar të mendojnë njësoj sikurse ne për ato gatimet e ditës së sotme, edhe ditë më parë. Receta në fakt dhe propozime që ne i kemi bërë vazhdimisht edhe në Vila 24, por nuk do mbetemi pa patur edhe propozime në këtë ditë të mërkur, duke u kujtuar që në fillim dhe pastaj gjithkohë është për Katerinën që sot po gatuaj me produktet Neranzi, receta shumë të shishme, kundër të tjera keni mundësi t'i bëni edhe tani, pra, deri në drek, sepse do të bëhen gjithashtu shpejt në kohë. Patjetër, atëherë përveç se mishit të pjekur apo dhe sallatrave të ndryshme që juve mund të përgatisni apo edhe ideve të tjera që keni menduar për tryezën tuaj, unë mendoj domethënë të sugjeroj edhe një recetë tjetër, domethënë një tavë që unë e kam përzgjedhur ta bëni me mish qëngji ose me mish keci, pra me mish të vogël, që siç e shikoni fillimisht e ka vendosur që të ziej, si veprohet fillimisht fare në tenxhere, pa i ndyrë, pa gjëve, vendosim mishin, e ka vërdisim lehtas dhe i shtojmë ujë të ngrohtë. Dhe lëm që të zihej avash avash në temperaturë të ulët në mesatare derisa të na zihej rreth 80%, sepse pjesa tjetër që do të futet në furrë do të jetë koha shumë e shkurtër, domethënë që të zihet orizi. Tavën do ta bëjmë me mishin, me orizin, me qepë dhe sigurisht që do të kemi këtu në energjik dhe ose mëndërs ose dhiozëm, siç quhet, është e njëjta erz, por me terma të ndryshme, domethënë sipas krajinave ka dhe emërtimin e ndryshëm. Do të bëjmë këto shporta që janë shumë të mira dhe shumë thjesht për të përgatitur, do ju tregojmë vetëm me 5-6 petë të gatshme, me arra, do të bëjmë një krem pasticeri, do të tregojmë mënyrën se si do të bëhet, do të kemi këto frutat e pyllit që do t'i japim, domethënë pak si më tepër lezet edhe shije. Gjithashtu do të kemi edhe pana të cilën do të tregojmë mënyrën më mbrapa se si. Që të përgatisim edhe kremin, po. Ndërkohë, ti ke bërë diçka gati, që dhe këtë do të tregojmë? Unë i kam bërë gati, po sigurisht që do i tregojmë, do i tregojmë edhe mënyrën se si kemi arritur deri aty. Okej, mirë. Le të fillojmë me drekën, fillojmë me qepën, fillojmë me gatimin kryesor. Po, ndonjëherë me qënë se kam këtë vajin e ullirit, e filloj domethënë qepën, që të heq atë lagështirën e tepër, edhe pastaj hedhë vajin e ullirit, me qëllim që të miki era e qepës. Kështu që e fillojmë edhe në këtë mënyrë gatimin. Hedhim vaj, sepse tek mishi nuk është, dhe këto tani i ndyrën, neve shikojmë në bazë të llojit të mishit që kemi, nëse mishi është, si thuash, ka përmban pak i ndyrë, bëjmë kujdes me thënë në hidhjen e yndyrës. Po sigurisht që duam. Si lloji mish, është edhe zona që po themi që kemi zgjedhur të gatuajmë, sepse edhe aty bëhet diferenca e sasisë së yndyrës që mishi përmban. Megjithatë, duhet të thënë që këto gatime e duan pak atë yndyrën e shëndetshme në këtë rast, si të lëngut të mishit, ashtu edhe të vajit të ullirit me cilën e po gatuajmë, duke patur kujdes, kur flasim për vajin e ullirit, gjë që e kemi përsëritur shumë shpesh, të kujdesemi pak për temperaturën, pra të mos i shkatrejmë ato vlerat ushqyese që ai ka. Karnaroli është orizi që kemi zgjedhur të gatuajmë sot, ai orizi. Kokorumbullakët, shumë i mirë, shumë i sakt për të bërë këtë lloj recet. Po, është ideal në fakt. Po, por jo vetëm, besoj të hedhe gjysmë. Një filxhan gjysmë të çajit. Për tavën që unë kam, është mjaftueshëm. Në rregull. Hedhim orizin dhe ndërkohë duhet ta lajmë mirë orizin. Ndërkohë që përveç se në energjiku të freskët, tek kompania Neranzi do të gjeni edhe këtë në energjikun e thatë,
sipas dëshirës mund të shtoni dhe një lugë mix erzash për t'i dhënë akoma më tepër shije tavës tuaj. To janë, si thuash, alternativat tuaj, ato që juve keni dëshirë. Unë do t'a laj mirë dhe shplaj orizin, ndërsa Anila mund të marrësh kohë që të lexosh recetat. Patjetër, dhe është momenti që t'i shohim në ekran të gjitha të shkruara, përbërësit që na duhen nëse do të gatuajmë këtë recet, e cila është tavë tradicionale me mish qengji, qepë dhe oriz, janë si më poshtë. Pra do të kemi 1 kilogram mish qengji, ka t'i tha pak më herët që edhe me mishin e keci do të përgatitet po njësoj, 2 filxhan çaj oriz, 5 filxhan çaj lëng mishi, 2 qepë mesatare, 3 lugë supe vaj, 2 lugë supe gjalp, 1 tufës nenegjik, të freskët, por natyrisht që kemi dhe variantin pra të nenegjikut, të thanta apo të dehidratuar, që i gjeni në atë grupimin e madh të erëzave në dyqanet në Ranzi, e pa diskutim, aty gjeni edhe kripën edhe piperin, që duken kështu si detaje të vogla në fakt, por që janë pjesë e çdo recete të pandashme dhe variante tek në Ranzi, si të kripës ashtu edhe të pipernave, i gjeni të pafundme. Shporta me shije baklavaje, me krem dhe petë të gatshme, është kjo ëmbëlsira festive që ne do të sjellim, të përgatitur gjithashtu në një kohë të shkurtër, por shumë të shishme dhe të bukur edhe në pamje, gjë që do ta shohim kur ta kemi përfunduar. Do të na duhen 5-6 petë të gatshme, 2 lugë supe sheqer, 2 lugë supe ara. Do të realizojmë një krem pasticcerie me 500 ml qumësh, me 2-3 lugë supe niseshte, 2-3 lugë supe sheqer, 2 të verdha vezë. Kemi vaniljen gjithashtu për të aromatizuar, 150 gram pana, natyrisht që frutat mbeten alternative, frutat e pyllit gjithmonë i shtojnë shije ëmbëlsirave, po ashtu edhe pamje në bukur të ngjyrave të kuqe që përmbajnë. Ne kemi zgjedhur një paketim 200 gramsh të frutave të ngrira që gjejmë tek në Ranzi, gjithashtu do të kemi më pas një lugë supe niseshte, një lugë supe sheqer, borzilok dhe mente që do t'i kemi për servirje. Edhe Kanti i ka vendosur këtu në një ka t'i kujdeset dhe për të detajet e vogla, që shikoni sa të bukura i ruan në një me ujë, edhe dhe vendosin këtyre kupave nga si për të shojmë pak edhe këto shportës. Anila, ndjes pak vetëm që unë këtu te qepa kam hedhur kripën edhe gjalpin. Okej, e lave orizin ti. E lava dhe orizin e bëra gati, e lava e kullova dhe e kemi gati orizin. Këtu ndërkohë kemi hedhur edhe i qepën. Unë do të shtoj këtu te lëngu mishit edhe një lugë, me që nëse e kemi, për të shtuar. E shikoni, nuk ka i ndyrë mishi jonë, kështu që e kishim të nevojshëm për të shtuar dhe një lugë gjallë. Hedhim edhe këtë. Japim pak temperaturë, do me thënë, ose s'ka nevoj se ngrohtë është, se na duhet i ngrohtë. Për këto qepa na është bërë gati, sa të na shkri plotësisht edhe gjalpi dhe për të na dhënë këtë aromën e mirë. Unë do të përdor edhe pak nga ky nenexiku i thatë, por mundet të shtojmë edhe pak të freskët. Okej. Kemi edhe të freskët, të cilin do ta shtojmë në momentin tjetër. Edhe furrën e kemi ndezur, sepse gatimi tava do të kaloj më pas në furrë. Dhe më përpara do ta kaloj këtu, do me thënë, orizin, ta ngroj, do me thënë të ka vërdiset pak, dhe kjo na ndihmon, do me thënë, që orizi të ngelet, si të thuash, më i shkrifët. Ndihmon jashtëzakonisht shumë. Nëse doni, për shembull, tek orizi, mund të shtoni, si thua, pak limon. Një të shtrydhur, kur themi ne. Po. I jep edhe shije, por edhe ndihmon që të na ruaj, domethënë, atë shkrifërimin. E ka fikura? Jo, mirë është. Mendova se mos na u fik, po nga që odhëm orizin, Anila mund të marrësh kohë tani nëse do ti të thuash diçka tjetër, sepse sa të lë. Ço do thosh për shporta? Ja, ky është momenti që Kati do ta heqi nga vetja. Atëherë, unë po thoja pak më herët për këto shporta që ti ke bërë gati, që janë shumë të bukura, edhe do doja që ti shohim edhe kështu nga ekrani, dhe ajo që unë bëre është që këtu ka dhe copo zaharash ndërmjet. Po, do t'tregojmë se si kemi arritur. Janë vërtet shumë interesante, edhe nëse realizoni këtë pjesë të shportave, pastaj mbushjen ju mund ta bëni dhe sipas dëshirës tuaj, por forma se si vinë kështu si boqe dhurata është të vogla, është shumë e bukur. Shoh që kemi disa shtresa të cilat me siguri do janë ndarë me gjalp, me ç'po kuptoj unë, edhe me arra, dhe janë vendosur
besoj këtu, se do jetë Kanti që do të na e tregoj, po që janë këto format të tavave të gatshme që besoj ju i keni në për shtëpi, nëse jo, të tilla ka edhe kështu, si quan, që janë kështu si tip vasketash në për markete, që janë një përdorimshe. Po. Më thënë edhe me ato mund ta kryeni. Në këto format e kekut. Po të kekut. Në ato. Tani, orizi, na është bërë gati, thjesht të thamë duam të angrojmë, sa aromë të mina soli kjo në energjik kudiozë ma mëndërza, jeshtë zakonisht shumë. Dhe tani në pranverë, mos pydo e të se sa gatimet të mira që bëhen. Energjiku është, si thuash, erza që mban atë, si thuash, si qeshia mbi tork tani në pranverë. Kështu që, ja dhe ne orizin e kemi gati, do të hedhim këtu të tava. E kemi ka vërdisu. Pse u tringëlliu kjo soba? Do të kalojmë prapë, do me thënë Nanila se do të hapim, këtu do hedhim. Erdi aromë mirë. Aromën unë, po. E, pra, ajo është që. I mirë shumë duket. Shumë i mirë bëhet. është, si thuash, tava më e mirë pranverore. Për neve shqiptarët se jemi në qikë mish ngrënës. Jemi, në fakt. Do hedhim pak këtu që të marim këto lëngjet të tiganit. Unë faktikisht e kam të matur ujin, por do të shikojmë edhe nëse si do na duket edhe këtu. Atëherë. Kombinimi mirë për sot. Po, bëhet goxha i mirë, Aila. Shiko, me thënë të drejtë, nuk kam nevojë të hedh do të hedh me tenxhere. Po, i dhe pse? Për garushden për thoi jeti? Për garushden. Ashtu se e kam të kulluar më përpara, kështu që. Tani ne në recet i pam, ja ku i kemi përsëri. Pra, ne kemi ndjekur këtë, kur krati thot e ka matur ujin, do të thot që... Raportin e ujit, që nëse do të kemi 2 filxhan oriz, do të kemi 5 filxhan uj. Do të jetë 1 filxhan më tepër. Shiko tani se sa. E trazojmë, jo të fusim lugën, nuk ka nevoja. Një trazim të tillë e do me pa tjetër para se të vendoset në furrë. Që orizit të sheshohet dhe të hyj lëngjet në brëndësi. E kuptoj. Edhim edhe këtë tjetërën, lëngun tjetër, dhe kemi gati për në furrë. E trazojmë edhe njerë kështu. Kemi hedhur në energjik të thatë, në energjik të freskët, të njomë shikojeni dhe qatë hani. Jo tani, kur të dali nga furra. Mund të hapi Manila të lutim. Po, a ke nevoj të qoj unë, apo thjesht të hap furra? Djegë pak. Vetëm me kujdes. Ja, sa thjesht, në drejt festive dhe shumë e shishme unë pregatit në pak minuta. Sigurisht që mishin e kishim... të zjerë. Të zjerë, se në shtëpi do ju duhet të prisni pak të zjetë mishi, me gjitha të? Në temperaturë të ullët me pa tjetër, që masën e ujë që hidhni 5 filxhanët, të 5 filxhanët duhet të ngelen brënda, si ngelet brënda, vetëm në temperaturë të ullët. Atë që ju them gjithmonë, fillimisht e ka vërdisni pa vaj, pas një gjë, pa krip, pa vaj, pas gjë, më mbrapa, shtoni ujin e ngrohtë, dhe i hidhni pak gjysmën e sasisë së kripës, që të shijohet pak mishi, dhe lëni të zjej në zjarr të avashët. Masën e ujit e hidhni në fillim dhe atë do të keni edhe në fund për ta shtuar te tava. Kështu. Kujdes në mënyrën e vendosjes së temperaturës. Kjo është roli kryesor në kuzhinë. Në shumë gatime, në shumë receta, ajo që ne theksoj është që duhet të jemi të kujdesshëm me temperaturën, të mos i prishim gatimet nga temperatura e shpejt me idenë që po e bëjmë shpejt e shpejt, jo, sepse ashtu shkatrojmë edhe shijen, edhe produktet në vetvete. Tani, Anila, përqendrohemi pak këtu. Po, ç'do bëjmë? Do heqim këto tani. Megjithatë, meqense kemi gati, unë them ta fillojmë nga fundi. Që do të thotë, bëjmë kremin të parin. Okej. Që të harim edhe kohën. Në rregull, tjeti. Ashtu, atëre. Kremi shumë i thjesht për të përgatitur, do të përdorim një seshte, kjo s'do arrit, le ta kemi atë një seshte për punën e se do të na duhet edhe pak të këto frutat e frigoriferit. Të lutem ato gëshërët më mirë, se janë ndihmuese këto në kuzhinë, me pa tjetër na duhen një palë gëshër. Këto petët ke përdorur ka tjë? Po, ato petë.
sa të mira janë këto. Por çfarë si kemi përdorur në këto petët e në randit? Për byreqe, për ëmbëlsira, për baklava, për të gjitha. Nuk do përdor të lugë me thënë të drejtën, do kem atë rafsen e telit, kështu që fillimisht e fillojmë me 2 lugë niseshte. Po. Më mbrapa, për sheqerin, vendoseni juve. Unë do hedh 2 lugë. Juve doni të hidhni 3, hidhni dhe 3. Mua më pëlqen do me thënë më pak sheqer. 2 po i mbush e plot? Mirë, 2 plot. Duhen 2 plot. Duhen 2 plot. Qumësht. Edhe qumësht. Këtë hedhim dhe këto të verdat e vezve. 2 të verda veze. Po jedhim të gjitha në të ftohtë, ta Po, kujtemi. direkt të gjitha kështu. Vetëm gjalpin në fund që do të jetë që do të atrazojmë. Marim këtë më mirë tani, s'kemi për të matur me lugë. Edhe 2 filxhan që do të masim me qumësh. Le tua mas anvisave ta shikojnë do me thënë këtu. Edhe telin ta solla. Faleminderit e dashur. Lutem, 2 filxhan me qumësht. Niseshte sheqer, 2 të verda vezësh dhe qumshin, po e shtojmë tani. Të gjithë të veprim pa e nisur nxjerrjen, pa i vendosur në sobë. Edhe do të shtojmë edhe vanilin. Ja hedhim të gjitha do me thënë tani në këtë moment. Kemi këtë lugën e kafes. Një maj. Gati, po flet me vete. Jo, këtë lugën e kafes. Ashtu theo? Po. Për vanilin. Për vanilin them gjithmonë që është një që e merrni dhe e keni. Shumë e rëndësishme. Tani e trazojmë njerë jashtë sobës, jashtë temperaturës, do me thënë të vatrës sobës, dhe pastaj e vendosim që të na kthehet në trajt kremoze. Duke e trazuar, duke i qëndruar në kokë? Duhet me patjetër, sepse ajo zë në fund. Ne e kam fjallën është... E kalojmë bëjmë gati te vatra, po. Për punën time. Mund të marrësh angazhimin e përzierjes së kremit. Ashtu. Edhe unë të shikoj. Tani. Unë të shikoj do me thënë sistemoj këto gjëra dhe të mendoj... Që të bëjmë ca shportëza. Shportëza, po. Të tregojmë si bëhen dhe shportëzat. Okej, shumë mirë. Mirë, shkëmbehemi. Kemi shumë gjëra për të bërë faktikisht, të kemi këtë panën, të cilën do ta kthejmë në një krem, dhe unë e kam para përgatitur pak më përpara të thjesht për atë zhurmën që na bën, sepse kemi treguar edhe herë tjetër, nuk është ndonjë gjë e madhe. Parafjen po thua. Parafjen, po. Duhet me patjetër të jetë i ftohtë, e nxjerrim nga frigoriferi ta kemi të ftohtë edhe e punojmë. Atëherë le ta marr ta tregojmë sepse e kam vendosur. Ja, ky kremi këtu. E kam vendosur. Gjithmonë që vendosim gjëra në frigorifer, është mirë që të vendosim me një membranë në kuzhinë, asnjëherë kështu të hapura të zbuluara të gjitha llojet e produkteve që vendosim në frigorifer, sepse e dim që ato shkëmbejnë aroma me njëra tjetrën, edhe na marrin erë jo të mirë. Do me thënë, kur kemi situash perime të ndryshme, ose qoftë edhe nga këto ushqimet gjysmë të gatshme që lëm brenda, nëse i lëm edhe i lëm të pambuluara, të papaketuara, ato shkëmbejnë shije dhe s'është gjëja më e mirë. Nuk bën. Në del pana me era sallat pastaj. Po, prandaj po them që Qartë. duam shumë kujdes në këto gjëra. Nuk ka filluar të trashet akoma. Panën e kemi gati. Të heq niseshten dhe unë mendoj tani le të bëjmë atë shtrimin e tyre, të filloj të bëj shtrimin e petave, se si do të harim deri atje. Edhe do them edhe për punën e këtyre që kur i heqim nga paketimi, është mirë që të kemi në shtëpi tasa të ndryshme me kapak, që të hedhim ato produkte, qoftë orizin, qoftë niseshten, e këto, që ti amballazhojmë në një tjetër vend dhe mos i kemi kështu në ato dollapet tona. Ti paketojmë më bukur dhe ti kemi më mirë. Këto shportëzat ne do t'i lëm këtu për momentin. Të pastroj një çik tryezën time këtu. Pastroje. Për të hapur petët. Këtu kam shkrish gjalp, sepse na duhet me patjetër gjalp. Edhe me që kam shkrirë anila, nga ky gjalp i shkrirë do të hedhë në fund fare atje kur të bëhet gati, kur vi momenti që të jetë gati. Ka ko akoma? Jo, ka ko, ka goxha ko akoma. Unë e kam hapur sepse e kam bërë dhe ato të tjerat, kështu që i kam të hapura.
si veprohet shumë. Sa pet janë në total? 5-6 pet janë mjaftueshëm. Që do të thot, marrim petën e parë, e hapim në këtë mënyrë, me gjalpin që e kemi të shkrirë, unë fillimisht me thënë të drejtën, e hedhë kështu me lugë dhe pastaj e bëj me fuqe. Se me fuqe më, është mirë të bëjmë edhe këto anët. Tani doni të bëni me fuqe, bëni, por edhe me këtë pjesën e poshtme të lugës, është e njëjta gjë. Ju doni të bëni me fuqe në shtëpi, bëni. Mua më pëlqejnë gjërat më shumë praktike. I kupeta e parë, do vendosim dhe një të dytë dhe do shtrojmë ara. Ara të cilat i kemi të grira me sheqer. Edhe këtë proces të unë e kam anashkaluar, me thënë të drejtën, sepse që është e vërteta, edhe këto gjëra neve i dim. Këtu të kjo, para se të hedhim gjalpin njëherë dhe pastaj të hedhim arat. Të ngjisim pak aty. Po, edhe do të spërkasim edhe me pak sheqer. Tani do thoni pak gjalp duhet, sepse te baklavaj, edhe te këto lloj, si thuash, sepse është një ide e shtresave të baklavas, gjalpi i ha. Kështu që, tani për të ngjitur dhe për të karamelizuar edhe petët, e spërkasim me pak sheqer në këtë mënyrë. Dhe tjetra, arat duhet që t'i kemi të thërmuara mirë. Ja në këtë mënyrë, si që patë edhe tek ato petët, Anira shumë mirë është bëra jo. Këtu jam, këtu on. Jo, në rregull, faleminderit madje. Shiko tani, të hedhim edhe pak gjalp Anila. Okej. Ja. Ashtu dhe është i shkrirë dhe do të marrë aromën edhe më të mirë. Ska gjë, jemi shumë mirë. E bëra me efekte skenografike. Ska gjë. Doja të largoja nga furra, nga soba. Të marrim sysh prandaj. Se sot i e bërë kështu. Me si jam bërë, me e pak kripta. I e bërë si ato si që neve i thëmi bubunjera në gjuhën greke, të me thënë ato që vëjnë në vaftisje, në pakzime. Pa, me këtë vaftisje në nasjarove. Ashtu, në pakzime që bëjnë. Ne shpikove shqip tani. Kati, nuk po e lëmë, apo ta lë dhe pak? Apo si Barbie më mirë, sepse Barbie është diçka kështu. O, Katë, shikoj e njërë këtë. Zemër e ke shumë mirë. Kaq, ta lë. Po, hiqe që të mëftohet, edhe e ke shumë mirë. Tani, edhe kjo peta tjetër. Ja, kjo është kremi. Tani, se do vëni 5, a se do vëni 6, nuk ka asë një lloj problemi. Po le të sjellim një petë që tjetë më e sakt për të fundit. Dhe para se të vendosim petën e fundit, do të hedhim përsëri ara, edhe sheqer, edhe do shtrojmë dhe petën e fundit, pastaj do t'i presim? Do t'i presim. Okej, dhe do t'i vendosim tek format? Tek format. Okej. Edhe pak sheqer, sepse sheqeri edhe... Shpejt bëjnë këto, Kati, se këto nëse duan të piqen? Ëmbëlsirë më të shpejt nuk ka. Po, pra. 15 minuta. Aj duan. Edhe do i tregoj dhe një gjë tjetër, se ndoshta nga poshtë nuk piqe, për shembull, e vendosim brenda, nuk marrin nga poshtë. I heqim dhe i lëm edhe 1-2 minuta dhe merr dhe këtë ngjyrë nga lart. Po, sa ajo duhet të jetë pjekur edhe që do mbaj kremin, kështu që duhet ta ketë kremin, po plus edhe ta kemi përshihet. Petë pa pjekur. Prandaj. Po doja tregoj dhe atë më mbrapa. Okej, shumë mirë. Sa të bëjmë edhe këtë dhe do ju tregoj. Ja, në rregull. Tani i kemi në rregull. Duan edhe prapë gjalp, edhe peta e fundit, sepse duhet që të na shkrifarohen. Tani nuk është se s'kam unë fushë, këtu kam, me thënë drejtën jatë. Në tregoj që kemi dhe fushë. Kemi gjitha. O Kati, tani ne duhet bëjmë një shkëputje. Po mirë, nëse... shkëputje dhe i pres këtu në këtë... Se në fundja rëndësi ka të tregojmë se si do të priten dhe vendosen të formëza, sepse të pjekura ne i kemi gati, që nuk humbasim gjë. Mirë, bëjmë një shkëputje të shkurtër tani, ju presim në studio, do presim tavën që kemi vendosur në furr të përfundojë së gatuari, natyrisht që do të tregojmë edhe mënyrën se si do t'i kemi prerë dhe vendosur në atë tavën me forma, që të dalin në këtë mënyrë si shporta të vogla. Natyrisht do të na eftohur
pak edhe kremi, do të bëjmë edhe mbushjen e tyre, me kremin e pastiqerisë, me frutat e pyllit, kemi gjëra të bukura për të sjellë tek ju pas pak. Gati jemi të rikthyer në transmetim. Kremi është bërë shumë i mirë. Kemi më pak nga që kishim përgatitur, se janë 3 lugë i hëngra. Bëft mirë. Atëre, që të bëjmë tani? Atëre, Anila, ja. Ti do t'jap një detyrë. Vazhdo kremi. Që mos të na krijoj, do me thënë. Vetëm shtu mi jep detyra ti, ma trazi. Shiko, Dhe duhet ftohtë të ishte me edhe që panën tulet të brenda. pak temperatura, por dhe mos na bëhet ajo korea si përfaqësore, gjë që nuk e dua. Kështu që ti vendos dhe bëj atë gjë. Ja, kështu. Sa unë të ndaj këto shportëzat. Po. Që do të marr edhe këtë. Dhe tani ja. Në këtë mënyrë. E le vetë këtë shiritin më të trash? Mendova që ta bëja pak më, t'i bëja më të trasha, prandaj ngeli më e trash, por jo se duhet. Do ta heq këtë pjesë, se doli më shumë, por prap nuk do shkoj dëm, se do ta vendos pak si ndryshe. Në shkon dëm asgjë në këtu, në dhe ashtu e pjekim. Po, por... Në bëjmë role. Ja gjenë kati më në lërën. Sta dolen me kajsh, do me thënë. Shiko, mund t'i bësh edhe si, t'i dredhësh, t'i bësh si bishta sport. Ja, prit një shik, tani më solli një ide, ngjasoj tamam sport. Ke parasysh, ç'a po them? E përdredhim kështu, edhe ja vëjmë sipër, edhe bëhet sport. Po dale tani, prit një të vendosi këto. Hapun kati tani me sportat. Duhet të presim të afije të tjera pastaj. Po, s'ka gjë tani, unë për momentin më doli ky mendim, kështu që shumë thjesht, nuk ka nevojë. Unë kam këto tani që janë në formë zëmre, nuk ka as një problem, se këtu i poqat e të parat. Shumë thjesht për të bërë në këtë mënyrë. Si do që t'i vëni, ato do të marrin forma të ndryshme dhe... Po, asë njëra do dalin. Dhe me thënë, do dalin si shporta, po nuk ka nevojë të jenë simetrike. Jo. Ska lidhje. Pra, me fton të keni një tavë me forma, që mund t'i keni për ato minikikët, për çfarë i përdorni në shtëpi. Edhe... Unë i poqa në 2 herë këto se... Po, i ktheve the nga krau tjetër, po. Edhe këtë do ja tregoj tani se si do bëhet që të kthehet dhe nga ana tjetër. Do arim kohën, besoj që të ashu. Tani këto i vendosim në për t'i pjekur. Nëse doni të bëni këtë shportëzën që të ngjasoj si sport, bëni këtë veprim. Ja ta mbajmë këtë njërën, të shikojmë do dali? Ne provojmë. Dali si ajo shporta. Me 4 ose 5 pet, me pakës gjallë, me nësa arat të thërmuara, nxirni 12 shporta të vogla. 12 shporta dalin. Tani neve do t'i heqim, do t'i vendosim këtu, në këtë mënyrë, një kështu, një kështu, që mos në ngjisin, ja, në kështu formë, që dhe t'i kuptojmë si t'i marim. Edhe këto këtu, edhe këto këtu. Tani, ajo që ngelet, pastrojmë pak të tryezën tonë dhe fillojmë që veprimi të bashkojmë, po para se të bashkojmë Anila, s'kemi bërë veprimin e fundit, që shumë i thjesht për të bërë, dhe kjo bëhet. Na, do i bëjmë si shurup ato, na? Po, si krem. Si krem. Me një seshtat, variantin me një seshtat, apo jo? Me një seshte, po. Dhe një 2 për dekor, apo se i përdorë gjitha? Dhe një për mëndje. E kam thonë unë që kemi pas, kemi shiko se sa të mira. Po pra, shumë të mira janë, me mjedra, me manaferra. Edhe si zëmra, edhe si... Ja. Fantastike, janë dhe janë shumë shëndetshme. Shumë të shëndetshme. Dhe kanë një shije majoshe. Kjo do të thotë, fillimisht, i hedhim këto brënda, do t'i hedhim edhe një lugë sheqer, edhe një lugë një seshte, edhe do shikojmë nëse ka nevojë për pak
për pakës fare ujë. Një luk sheqer. Ti heri, dale se kam këtu këtë një seshten e vogël që më ngelet mos të... ka pas goxha kjo. Ja, kështu mbesin në i herë gjërat në shtëpi edhe... Prandaj them që i marim dhe i kthejmë në një enë tjetër. Tjetër, tani do shplaj pak të dhe do të vendosim. Okej, mira, mund t'i rishohim pak recetat në ekran? Mund t'i shikosh në këtë pjesë të dytë, le t'i japim kohë, me qënë se kjo që po përgatisim tani shporta me shije baklavaje ka edhe disa pjesë receta, kështu që fokusohemi tek përbërësit. 5-6 shpet të gatshme, 2 luk supe sheqer, 2 luk supe arra, është për shportat. Mënyrën se si i hapim, bushim, lyejm, presim dhe vendosim për pjekje, sa po ja u treguam. Kremin e bëjmë me 500 ml qumësh, 2-3 lug supe niseshte, 2-3 lug supe sheqer, 2 të verdha veze, 1 vanilje, 150 gram pana. Deri tek vanilja i kemi vendosur të gjitha në një enë bashk, ashtu të ftohtë, e më pas mbi sobë kemi pritur deri sa kremi të lidhet dhe të trashet, natyrisht duke i trazuar me telin e kuzhinës. Panën e kemi rrahur më vete, pas pak do t'i përzijem së bashku sa po të ketë ullur temperaturën edhe kremi i pasticqeris. Frutat e pyllit të ngrira, 200 gram, e pat që sa po i vendosim në një tenxhere për t'i kthyer në formën e një reçeli, po themi pak më të lëngshëm dhe do të mbushim kështu shportat, me 1 lug supe niseshte, me 1 lug supe sheqer, pra këto janë për frutat e pyllit, dhe borziloku ose mentja, natyrisht dhe ndonjë frut pylli si që ne hoqëm më njanë, po pse jo ndonjë frut të thatë, me qënë se kemi edhe arrat në brëndësi, mund t'ja shtoni nga sipër shportave. Kjo si pas dëshirës suaj, sepse kemi thënë gjithmonë, shumë shije janë tërësisht personale. Pra çfarë më pëlqen mua së pëlqen ty, çfarë të pëlqen ty së më pëlqen mua, çfarë më pëlqen të dyjave. Ka një gjë të përbashkët në dyja Kati, kemi? Mendje, ndonjëherë. Mendimin. 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 I shprehim shumë shpesh gjërat në të njëjtën kohë, me vërtet. Shi ufta, a? Ufta. Dhe faleminderit se pas ke bërë punën më të mirë. Përpoqet mos e leja të trashi, kemi thënë që krijon atë koren nga sipër, krijon një stres që nuk i duhet. Edhe një përzierje anile me këtë. Tani kjo i jep e shkëlqen akoma dhe jep akoma dhe si thuash më shumë shije. Mendoj se duhet i kthejmë nga krahu tjetër, apo do t'i lëmë edhe pak? Shikoj një moment, kanë marrë pak cepat, apo jo? Se nga që vendosën poshtë asaj mos ndeznim sobën tjetër, prandaj. Por që ja dhe pak anila, sepse pastaj do t'i... Sa të bëjmë edhe këtë gati? Mirë, do presim dhe pak. Ashtu, ja, e heqim edhe këtë. Tani kremin e kemi ideal. Një krem në kushtet e shtëpisë është kremi që neve... Shumë i mirë është bërë. Edhe këto... Fillimisht, vendosim pak nga këto. Frutat e pyllit. Mirë është që dhe kjo të ulli temperaturën, dhe pastaj të marrim një luk tjetër. Sa e bukur duket. Po bën edhe shumë të shishme, Anila, përveç se të bukur. Atë më marrim këtë më mirë, shporta. Po, sa jo është ftohur, janë shportat që kemi bërë në fillim, kështu që... Kanë qam... Të më marrë kjo luga, po të marrë këta më mirë. Tani, mendoj, Anila, të vendosim nga këto, se kemi vendosur... Okej. Edhe ndonjë nga këto borzilokë, ndonjë se kisha një kështu që ishte pak më vogël. Ja këto, ndonjë që ke shile kjo. Ndo pak po, shkon. Sa bukur, Kati, mos e luaj më fare. Dhe tjetër e di çfarë do, Anila? Sheqer pudër. Sheqer pudër. Tëk, sipër? Po, do ta... I shkon shumë. Kemi sheqer pudër, po një sekund do ta lëm në momentin e fundit. Më besoni mos lini pa i përgatitur. Sheqeri pudër e ndihmon, do me thënë që të
këto janë edhe me arra, janë edhe me këtë, po si tu është i zbut pak, edhe i jep shije më tepër. Alë të heqim dhe këto tani, sepse këtu s'do të më duhen. Do përgatisim dhe janë dy të tjera, si me ndonë? Po, I mbushim dhe janë dy? Përgatisim dhe ja i vendosim të kjo. Kemi kohë, besoj. Kemi goxha kohë, kemi diku të 7 minuta kohë. Na zgjidhë një dy. Të gjitha janë të pjekura mirë. Jo, shiko, të pjekura mirë dhe se cila ka të formën e vetë edhe një tjetër e merë këtu. Pa. Mund të përdorim edhe arrat për dekor nga sipër. Shiko, se cili ka të pastaj fantazin e vetë. Doja në fund fare të vendosnim këto. Me që në fund prap e përfundojmë. Kështu që e fillojmë me një lugë krem. Janë edhe, do me thënë, që bëhen po që në një lë? Mendoj se është momenti që këthejmë në krahun tjetër. Mua më duken të pjekura. Po, dhe do të regojmë tani se si duhet të i heqim dhe të i këthejmë në anën tjetër. Atëre, se po i mbaja këto. Shikon, këto nuk në duhen për momentin nëve. Okej. Të vendosim edhe këtyre, sepse gjithmonë në këto ngjyra shkon shumë jeshilja. I jep shumë kontrast. Edhe ngjasojnë edhe bukur, por ndërkohë që kanë dhe aromën e mirë. Sigurisht që edhe frutat mund të zgjidhni edhe sipas dëshirës tuaj. Po, me lule shtridhe. Po, edhe me fruta të freskëta. Edhe patjetër. Të pa kthyer në kështu në një lloj shurupi të shpejtë. Një mënyrë servirjeje e natyrisht që edhe e tillë do të duket përsëri shumë bukur. Me pak përbërës, shumë të mira, shumë të këndshme për të servirur për këtë ditë feste. Edhe largohemi nga jo, si tu ashtë rutina e përditshme, ato baklavat, ato pandispanët, ato shëndetlit dhe të gjera. Janë qik pak më të freskëta këto tani, por sezon të... I ruajmë edhe në frigorifer, mund t'i konsumojmë gjatë ditës, mund t'i servir një miqve sepse ngjanë shumë bukur, plus që e kemi pak edhe shijen e baklavas aty brenda, sepse kemi betën, kemi arrat, kemi gjalpin. Është e vërtet. Baklava, qumushtor kemi brenda, e kemi të gjitha, sepse dhe i kremi në asilat të shijen e qumushtorit. Kështu që në një pjatë kemi 3-4 shije. E vërtet. Edhe lehtë për ta konsumuar, në basë ushqimit të plot që juve keni bërë, pasi keni ngrënat mishin e qëngjit të pjekur, pikeni dhe me djozëm, se vërtet bëhet shumë i mirë. Kështu që tani, të tregojmë edhe mënyrën se si do t'i pjekim edhe nga ana tjetër ato folezet, shportëzet, edhe do të kontrollojmë pak përsëri furrën për të parë se në fazë të pjekjes është tava me oriz dhe me mish qengji që kemi gatuar që në fillim sot, se kemi nisur me një drek tradicionale me mishën e qengjit, karakteristike ditëve festive të tilla. Nuk do ajo? Nuk do në të të rinte, po. Do me thënë, më kanë ndjekur në momentin që unë po i ktheja. Ja kështu, dhe i vendosim në furrë përsëri për një 2-3 minuta. I shikoni sa të marrin atë ngjyrën e sipërme dhe do t'i keni gati. I vendosim edhe neve dhe pak, edhe i heqim. Ndërkohë tava Anila është bërë. Më mendoj se dhe tava është ganti për të nxjerrë nga furra, jemi dhe në 3 minutë në fundit, kështu që do ta heqim tavën, bëjmë një përsëritje për punën e tavës. Po, ta kujtojmë edhe njerë çfarë kemi bërë, megjithatë unë ju kujtoj edhe një tjetër mënyrë se si mund të na shihni nga fundi, pra shikoni këto ëmbëlsirat e bukura në ekran dhe nuk dini se si kemi përgatitur, janë ku na rigjeni. Kemi kanalet tona zyrtare në YouTube, News 24, Villa 24 dhe sigurisht që Balkan Web. Mund të në vizitoni
këtu në të gjitha mënyrat, natyrisht duke mos lënë pa përmendur edhe forma të tjera, po aq të shpejta, si që janë Instagrami apo Facebooku, mund të klikoni edhe aty, të habituara pafundësisht me gjithçka që ndodh në fakt me lajmet e fundit, si të shkëputura nga emisionet e përditshme të përjavshme të News 24, natyrisht me gjithçka që ndodh në vend e në botë. Mirë, Kati, ku më ike? Shiko ika, sepse e mendoj që ta bëj edhe me sheqer pudër. Bëje, okej. Jedhin pa... Ato tavon ashtu shtyje, ti të na digjesh. Tani, mishi i qenjit me... Ka një aromë fantastike, sepse është me energjik brënda, provojni ta bëni kështu, edhe do të kuptoni se sa diferencë bën. Shumë e mirë. Si thua, Anila, të bëjmë këto që kemi këtu vetë? A të bëje se dekorojmë pak edhe pjatën me që është veç masa, jo? Me thënë të drejtën do doja të ma bëje këtë Se lloj. shumë mirë mbëretje. Ja, bukure. Kam besim tek pjesa e kësaj, do me thënë, që bërë. Kea, ti i ke qarë në fakt, më bukur se kaq nuk Ja, ka ku kjo të ishte. shkoj. Ato i lëm ashtu. Ato i lëm ashtu. Kemi variante, janë thjesht ide të vogla, të cilat Ngacmime të vogla, që ndonjëherë bëjnë atë diferencën. Kati, Urdhoj dashur. ta mbyllim për sot kuzhinën. Nëse koha Koha iku, përfundoj, aq ishte, fluturoj, po. le ta mbyllim, le të përshëndesim anvisat, të urojmë do me thënë gëzuar, festën dhe, si thuash, gëzim, dashurim, bashkësi në çdo familje. Nga unë Katerina, miru pafshim, kalofshi sa më bukur. Kati, të falenderoj, të lumë shënduar, të mbërësi shëndet e gjithë mirat kesh edhe ti në familjen tënde. Faleminderit, Ne shkojmë në një hapësirë publicitare tani, Vila do të vazhdoj, thjesht në ndajnë reklamat.